محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdërimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që udhëzon Allahu i plot fuqishëm s'ka askush mund ta humbë, dhe atë që Allahu i madhruar e devijon s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, në jetën e kësaj bote, njeriu i mençur nuk mendon vetëm për sot, por mendon edhe për të nesërmen. Prandaj edhe njeriu kursen, investon dhe sakrifikon sot për një të ardhme më të mirë. Dikush blen banesë edhe mundohet me lëshu me qira për me ardhë deri te një fitim, dikush tjetër investon në biznes, tjetri e ruan pasurinë për ndonjë situatë edhe rrethan të jashtëzakonshme e kështu me radhë. Për arsye se e din një të vërtetë thjesht se vërtet e ardhmja nuk ndërtohet rastësisht, vëllezër të nderuar, por e ardhmja ndërtohet duke marrë vendime të mençura njeriu në jetën e tij. Por le të ndalemi pak edhe të mendojmë, të nderuar. Vërtet, nëse njeriu investon për një të ardhme në këtë dynjë që mund të arrijë, por mundet edhe mos me arrit, për arsye se jeta e njeriu është e shkurtër dhe ka mundësi me arrit vdekja, dhe atë planifikim, atë synim mos me gëzu ose mos me përjetu e marrin trashëgimtarët, dhe kjo nuk ka gjë të keqe, dhe përfitojnë nga ajo fëmijët e tij. Por ndoshta ajo që është më e rëndësishme me e mendu besimtari është se e kemi një të ardhme të sigurt, dhe ajo është jeta pas kësaj bote. Ajo është e sigurt, të cilës nuk kemi mundësi me i ikë. Prandaj, vërtet e ardhmja e kësaj bote nëse nuk është e sigurt dhe e ardhmja e botës tjetër është e sigurt, atëherë ndoshta secili prej neve është e rrugës me ngrit një pyetje dhe me thonë çfarë po ndërtoj unë për jetën time të sigurt, për botën tjetër. Dhe pikërisht këtu do të flasim për një derë që ndoshta shumica e njerëzve nuk e kanë parasysh, nuk e mendojnë. Një mundësi që shumë prej njerëzve nuk e kuptojnë, dhe një tregti që shumë prej njerëzve nuk mendojnë me investu edhe me prit fitimin pastaj kur shkojnë nga kjo dynja. Pra është një vepër të cilën Islami e ka parapa edhe i ka nxit besimtarët me e praktiku edhe me zbatu, për arsye se vërtet është një investim që nuk mbaron me vdekjen e tij. Madje shpërblimi dhe rrjedhja e saj vazhdon njeriu edhe pasi që të ketë vdekur edhe shkon nga kjo dynja. Prandaj, vëllezër të nderuar, kjo nuk është një teori e thjeshtë të cilën do ta themi sot apo do ta trajtojmë sot, nuk janë vetëm fjalë që dojmë me i thonë, po vërtet është një realitet që Islami e ka parapa dhe e ka bë rregull për ata njerëz të cilët dëshirojnë me përfitu dhe me shfrytzu këtë mundësi. Për çfarë është fjala? Fjala është për vakëfin. Çfarë do me thonë fjala vakëf, apo çfarë është institucioni i vakëfit?
Pra, në fakt është një ide shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë secili mundet me kuptu, por me një ndikim të jashtëzakonshëm për jetën e njeriut edhe për përfitimin e tij. Pra, vakëfi, ashtu që shtrajtohet dhe shpjegohet, është kur njeriu një pasuri e ndalon për hir të Zotit Madhreshëm. Me një fjalë, një pasuri e qetë dhe thot kjo pasuri apo kjo është fjala e patundshme, ama pavarësisht çka mundet me qenë ajo që as mos shitet, as mos shfrytëzohet nga askush, por dobia që rrjedh nga ajo të shfrytëzohet nga njerëzit e ndryshëm, mund të specifikohet nga të varfërit e kështu me radhë. Dhe kjo është ajo, si e ka thënë edhe pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sadakaja e rrjedhshme. Sadaqatun jariyah. Domthonjë një sadaka e rrjedhshme që gjithmonë jep dhe ajo që ka del prej asaj japet në shfrytëzim të atyre njerëzve të cilët kanë nevojë. Pra, pasuria mbetet gjithmonë kurse dobia e saj rrjedh dhe atë e shfrytëzojnë njerëzit. Pra, nuk shitet, nuk trashëgohet, nuk zhduket, por jep vazhdimisht dobi dhe punon çdo ditë, madje edhe pas vdekjes tonë. Dhe ky është dallimi ma i jashtëzakonshëm, edhe ma fascinues, vëllezër të nderuar, nëse vetëm ndalemi dhe e mendojmë pak më thellë. Pra, në këtë botë njeriu punon për pasuri. Me fitu pasuri punon, e jep mundin e tij. E në vakëf, pasuria punon për ty. Pasuria punon për ty, madje jo vetëm sa je gjallë, po edhe pas vdekjes tane, kjo pasuri punon për ty edhe cilë ty një gjirologarin tane rjesë edhe pas vdekjes tane, cilë shpërblime edhe pasi që ke hynë varë, edhe ke vdek, edhe ke shku nga kjo dunja. Dhe kjo është ajo e jashtëzakonshmja e kësaj, pra dhënjes vakëf të pasurive të ndryshme që njeriu i ka në dispozicion. Pra, thjesht sadakaja, vakëfi, pra nuk është vetëm një sadaka e zakonshme, e thjesht, por është diçka shumë ma shumë se kjo. Për arsye se në sadaka njeriu, ta marrë një shembull thjesht, nëse i ki 1.000 euro dhe dënë mi dhonë sadaka, ja u shpërndan disa të varfre, 10, 15, edhe e shpërndan shumë mirë, ke arrit shpërblim, i ke shpëtun ndoshta njerëzit që kanë nevojë, edhe ja u ke siguru gjërat elementare atyre, dhe kjo shumë e mirë, dhe shumë nxitse në islam. Por çfarë bëhet në vakëf? Në vakëf është ajo se vërteti nuk e jep esencën e pasurisë, po e jep në dispozicion një pasuri, qoftë tokë, qoftë ndërtimi ndonjë xhamie ose ndonjë rrugë që ke kontribu me u ndërtu, apo ndonjë qesme hajrat që shtojnë këtu njëherë në gjuhën e popullit, pra edhe ke dhanë, e ke ba atë edhe ke thanë që këtë do ta shfrytëzojnë njerëzit. Edhe vazhdimisht, kush e shfrytëzon atë, kush ecë në atë rrugë, kush falet në atë xhami, kush mëson në atë shkollë të cilën ti ke kontribu apo e ke ndërtu, edhe ke lënë vakëf, sa të qëndroj ajo, ty vazhdimisht shkon shpërblime. Dhe kjo është ajo e jashtëzakonshmeja e vakëfit në islam. Do ta marr një shembull thjesht për me e kuptu prap edhe më mirë, nëse njeriu ndërton një shtëpi, atëre shfrytëzon atë, jeton në të, e trashëgojnë edhe pasardhësit e kështu me radhë, mirë po nëse ti ke ndërtu një shkollë, ke ndërtu pra një shtëpi e kështu me radhë, pra shfrytëzohet ajo dhe derisa të ekzistojë ajo, pra shkon shpërblimi dhe kështu ty nuk ndërpritet xhirollogaria jote rrjedhëse edhe pas vdekjes tane. Prandaj vëllezër të nderuar, vërtet ky institucion në islam është diçka i jashtëzakonshëm, diçka që vërtet e kupton vetëm ai i cili është një parashikues edhe i paramendon gjërat edhe i parashikon gjërat e dobishme për veten e tij, në jetën e tij të përditshme edhe në botën tjetër. Do ta përmend një shembull konkret për me e kuptu se si qëndron ky realitet. Ajo është se vëllezër të nderuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur muslimanët kanë bërë hijret prej Mekës në Medinë, një numër i madh i muslimanëve që janë quajtur muhaxhirët, pra ata të cilët kanë emigruar prej Mekës në Medinë, kur kanë shkuar në Medinë,
450 km largësia nuk kanë mujt me njëherë të adaptohen me klimën e Medinës. Andaj u ballafaqun disa prej tyre edhe me smundje, pra nuk mundeshin të adaptohen me këtë klimë. E një nga problemet të cilat i kanë pas ka qenë edhe pirja e ujit Medinës nga ta. Pra nuk u pëlqente, nuk mundeshin ta, për arsye se ishin mësuar me pi ujin Zemzem Meke, dhe ai ka qenë burimi vetëm i banorëve të Mekës, kryesisht edhe nuk adaptohesh. Përveç një pusi, një bunari që ka qenë në Medinë, e ai bunare kishte emrin Bi'ru Ruma, pusi i Rumës, kështu është quajtur edhe kështu njihet në histori. Dhe çka është realiteti këtij pusi, këtij bunari? Realiteti është se për me qenë konkret dhe korrekt, në disa transmetime ka ardhur që ky pus ka qenë pronari i tij, ka qenë hebrej. Në disa transmetime ka ardhur se ka qenë një prej ensarëve, prej muslimanëve të Medinës, që kishte pranuar Islamin, dhe në atë kohë prej këtij pusi shitej uji, e shiste pronari ujin për ata njerëz që donin me marr edhe me shfrytzu. Dhe kur kanë ardhur muhaxhirët në Mekë, në Medinë, e panë se uji që më së miri përshtatej me ujin e Zemzemit që mundin me pi ishte ky ujë. Prandaj edhe kërkesa për këtë ujë u shumëfishua. Prandaj edhe pronari filloi me ngrit çmimin. E keni parasysh kur ka kërkesë, atë ngritet edhe çmimi. Dhe çfarë ndodhi? Tregohet në disa transmetime që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shkuar te ky njeri dhe ka kërkuar që ta liroj ose ta bëj pa parë. Por arsyetimi i atij pronarit ishte se ky është do të thotë burim i të ardhura për mua, për familjen time, prandaj nuk ka mundësi me bë këtë formë dhe s'ka pranuar. Atëherë çfarë ndodh? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bën një proklamim, një kërkesë tek besimtarët në përgjithësi, thotë kush do ta blej pusin e Rumës, do ta ketë një shtëpi në xhennet. Pra do ta ketë shpërblim xhenetin. Dhe këtë kërkesë apo këtë ofertë e dëgjon një prej shokëve të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam të njohur, ai ka qenë Uthman ibn Affani, Uthmani radiallahu ta'ala anhu. Edhe me njëherë fillon dhe din, për arsye se ishte tregtar i njohur dhe shumë i fortë domosdoshmë në këtë profesion, me njëherë shkon te pronari edhe i bën kërkesë me eshit, me ble këtë pus prej tij. Por ai prap arsyetohet, thotë nuk muj se kjo është e ardhmja ime, prandaj edhe kërkon prej tij bile me bë hisenik në këtë pus. Edhe ai pranon që një ditë me qenë hisja e pronarit esencial edhe një ditë me qenë hisja e Uthmanit. Dhe kështu e merr me një shumë të jashtëzakonshme të parë. Ka shumë transmetime se sa ka qenë çmimi, po kjo nuk është shumë e rëndësishme, edhe pranon, edhe e blen, edhe çfarë ndodh tutje, Uthmani ditën e tij e bën gratis, pa parë, me marr njerëzit ujin, kurse ky pronari vazhdon me shit. Dhe çfarë ndodh tash? Ata njerëz që kishin nevojë për këtë ujë, kur nuk shkonin me ble, po shkonin merrnin ditën kur ishte pa parë, gratis, edhe mushnin shumë, kështu që mos me pas nevojë ditën e nesërme me shku me marr ujë tek me marr me parë. Dhe kjo i shkaktoi, siç e dini, në konkurrencë dhe në fitim shumë telashe këtij pronarit esencial, edhe ka pa që ka gabu në parashikimin e tij dhe kthehet te Uthmani edhe thot po ta shes këtë pusin se nuk po kam më fitim ashtu që kam paramendu, edhe Uthmani e blen edhe atë hiset pusit edhe shkon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe thot këtë pus po e dha vakëf për hir Zotit për me shfrytzu muslimanët derisa të ketë ujë ky vend. Edhe çka është mas interesante, vëllezër të nderuar, ky pus ekziston edhe sot. Ekziston edhe sot, edhe dihet në Medinë ky pus. Ministria e Vakëfit të Arabisë Saudite ka bërë një investim dhe është në riformatizim dhe rindërtim të këtij pusi, nuk e di ku ka mri përgatitjet edhe kryerja punëve, po du me tregu, ndaluni edhe mendoni të meditojmë së bashku sa njerëz kanë shfrytzuar atë pus, sa njerëz kanë pi nga ai ujë, dhe kujt i shkon ky shpërblim? Këtij njeriu që e ka blekët edhe ka bërë këtë investim të parashikuar edhe të suksesshëm që i vazhdon
me kalu edhe me arrit shpërblime deri në ditët e sotme. Edhe sa ditë janë këto, nuk janë vite, nuk janë as dekada, po madje janë shekuj. Prafërsisht 1500 vite ka ndodhur kjo ngjarje. Edhe prap shfrytëzohet ky pus edhe njerëzit e përfitojnë edhe i arrin shpërblimi këtij njeriu. Prandaj vëllezër të nderuar, ky është ai investimi kur njeriu parashikon edhe ka synim me realizu një fitim të jashtëzakonshëm. Prandaj vëllezër të nderuar, ta kem parasysh këtë ngjarje që e përmendëm edhe të jetë kjo ngjarje frymëzim për neve, por prap po them shumë prej njerëzve, ama shumë prej neve kur dojmë me arsyetu veten theme ja ba ata kanë gjenë njerëz tjerë, na jena tjerë, kena shumë pagesa, kena shumë kërkesa, kena shumë investime, problemi është mja dal. Do ta përmend një shembull konkret, një shembull bashkohor, të cilën faktikisht para disa kohë, para disa viteve më ka ndodhur me e kuptu, ajo ngjarja ka të bëj jo vetëm Kosovë, po me komunën tonë. Këtu do thotë me komunën e Obiliqit, ma konkretisht do ta përmendi edhe me vendin edhe me emër, ka të bëj me fshatin e Breznicës. E keni parasysh, është një fshat këtu afër. Para disa kohë isha me kolegen, me hoxhen e ati vendi, pra hoxhen Mulla Sadik Krasniqi, ndoshta e njihni, dhe në bisede sipër po më tregon se si komuna Obiliqit e kishte thirrë, e kishte kontaktu për në lidhje me një tokë për me e shpronësu, për arsye se ajo tokë ishte shkollë tash, ishte ndërtu shkolla, po ende ishte në emrin e babgjyshit të tij. Edhe vazhdon me më tregua ideali ky hoxha, Allah e shpërbleft, thot gjyshi i tij e kishte lanë vakëf 1 hektar tokë për me ndërtu shkolla në atë vend, edhe sot e atë ditë ai vend pra është shkolla, njerëzit pra e shfrytëzojnë atë, po ende ishte në emër të gjyshit, prandaj kërkesa komunës ishte që ai pra të shpronësohet edhe të vendosen në emër të komunës, për arsye se toka tash ishte në shfrytëzim dhe pronë e komunës si shkollë. Prandaj kjo ngjarje na jep me kuptu që vërtet njeriu që synon me arrit shpërblimin, kjo është do thot investimi real. Paramendoni këtë njeri i cili ndoshta ka dekada që ka vdekur, po sa njerëz mësojnë në atë shkollë, sa njerëz kanë dalë nga ajo shkollë që i kanë mësu, pra shkronjat e para, dhe shpërblimi i arrin këtij njeriu duke qenë ai në varrin e tij. Dhe kjo është një realitet të cilën duhet me meditu rreth tij, edhe me thonë vallë, çka jam duke lanë unë gjurmë që ta bëj të njëjtën që e kanë bërë këta njerëzit në të kaluarën. Për arsye se unë e përmenda vetëm si shembull këtë bashkëor, për shkak se që thash pak më herët, kem qef shpesh me arsyetu vete me thonë, këta kanë mujt, na kem tjera rrethana, jo, nëse don, nëse ke qëllim, atëherë mundesh me realizu këtë, por vetëm kërkohet prej teje një vendosshmëri dhe një planifikim dhe të tjera të realizohen me lejen e Allahut të Madhërisht. Prandaj, vëllezër të nderuar, vërtet njeriu i cili është i mençur i nevojitet veç pak me planifiku, edhe mundet me e qëllu veten e tij që të jetë në një organizim, në një program, në një investim të cilën ndoshta pjesëmarrja e tij nuk është krejt, po mundet me qenë një përqindje të vogël, por me arrit shpërblime të mëdha tek Allahu i Madhërisht, madje edhe pas vdekjes së tij. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër, këtë trajtim që e bënëm deri më tani ndërlidhet me një iniciativë të cilën e ka bë Bashkia Islame e Republikës Kosovës. E kemi një tokë në Prishtinë, në lagjen Kodra Trimev, parafërsisht 30 ari, i cili është pra do ta blej Bashkia Islame e Republikës Kosovës për të qenë vakëf ai vend. Nuk e di konkret çfarë do të ndërtohet, me gjas do të ndërtohet xhami, dhe secili prej neve, duke mos përjashtu as veten time, do të jemi pjesëmarrës, ata të cilët dojnë me qenë pjesëmarrës, pra mas namazit do dalin disa djem aty tek dyert e xhamiave, edhe mund të kontriboni edhe ju, secili me mundësitë e veta, edhe me qenë hisenik në këtë vakëf i cili do të blehet me lejen e Allahut nga
Bashkësia Islame e Republikës Kosovës. Prandaj vërtet në këtë tokë dikush ndoshta do të falet aty dhe shpërblimin do të na shkoj neve, dikush ndoshta do të mësoj aty diçka dhe ai mësim do të na shkoj edhe neve shpërblimi aty dhe ndoshta dikush do ta gjej udhëzimin e hisenik në atë udhëzim mund të jemi edhe ne, prandaj bëhuni nga ata të cilët vërtet kontribuojmë në këtë, nëse dojmë me qenë prej atyre të cilët vërtet ja dojmë vetës mirën, edhe dojmë me arrit edhe me realizu diçka që kem dobi nga ajo duke qenë gjallë, po gjithashtu edhe pas vdekjes son. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udhu billahi as-samil alim minash shaitanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.